Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm në emisionin ton të 13, Alo Policia Siguria në Fokus. Sot kemi një temë ku do të trajtojmë policinë bashkiake, ajo çfarë ka nevojë më shumë për të njohur dhe vetë publiku, pra jo vetëm ajo pjesa që shikojmë në shërbimet e përditshme, por çfarë është policia bashkiake, ligji me të cilin ajo vepron, roli dhe misioni i saj dhe sa ajo është në ndihmë të qytetarëve dhe në shërbim të qytetarëve dhe problematikave që ka. Kam nderin sot andaj këtë panel me 4 të ftuar, janë drejtues të policisë bashkiake, janë të disa drejtorive, 4 drejtoritë kryesore që ka policia bashkiake e Tiranës. Kam të nderuar Leonard Dursi, është inspektori i qarkullimit rrugor. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë emision. Është Vilson Ahmeti, inspektor i kontrollit të territorit Adriatik, më falni. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni në këtë emision. Ervin Goga është përfaqësues me marrëdhëniet me publikun në policinë bashkiake dhe njëkohësisht i komunikime nëpërmjet portaleve. Dhe Piero Zoga është salla operative, inspektor sallës operative. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë emision. Sigurisht që policia bashkiake ka një historik të saj, e cila ka ndodhur dhe ka filluar fiks mbas ndryshimit të sistemeve politike. Nevoja e saj erdhi si rrëdhojë ndarjes pushtetit politik me pushtetin lokal dhe ishte në funksion dhe është në funksion të detyrave që i jep dhe ka vendimeve që ka Këshilli Bashkiak, në funksion të vendimeve të kryetarit bashkisë dhe të kontrollit të territorit. Sigurisht ndryshime ligjore erdhën dhe u përmirësuan mbi bazën e ligjit dhe ligjeve, dhe njëkohësisht ka dhe një diskutim publik për sa i përket nëse duhet ndryshojë varësia apo jo e policisë për të pasur një varësi nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Por megjithatë, ne do të kthehemi tek problematikat që ka, si është organizuar, në çfarë drejtorish ajo është. Po kthehemi tek salla operative. Piero, policia bashkiake ka një sallë operative. Çfarë është salla operative, pse vlen? Në radhë pa doja të përgëzoja për emisionin. Mendoj se ky emision është i vlefshëm që opinioni publik të njihet me punën dhe sakrificat që ka çdo punonjës policie. Duke qenë se policia bashkiake funksionon në bazë ligjit 89, bëj një hyrje me fjalë të ligjit 89-22. Është e përbërë me një strukturë organike për 600 punonjës, atë të cilët ndahet. Shiko, salla operative është shumë e rëndësishme sepse nëpërmjet kontakteve që punonjësit apo qytetarët do të kenë, gjë e parë thonë salla operative. Pra do t'i bie një telefoni, do të komunikojnë me sallën operative dhe ajo çfarë salla operative bën për të koordinuar. Doja të bëja një hyrje me fjalë të pjesës se si funksionon policia bashkiake, duke qenë se ajo është një strukturë e mirë organizuar dhe ndarë në drejtorinë e sektor, por ku çdo drejtori dhe sektor ka kompetencat përkatëse që të qarta. Salla operative përbëhet nga 14 punonjës, të cilët janë të organizuar dhe punojnë me turne 24 në 7. Pra, kjo është e mirë organizuar, ka në bazë ligjit dhe detyrave që i përcakton ligji. Komunikimit me të si bën, për shembull dhe kush komunikon, qytetari merr sallën operative apo kjo thjesht bën masi merr telefonata apo problematika, koordinon forcat në terren. Atëherë, duke qenë se salla operative është 24 orë, ajo të gjitha problematikat dhe ankesat që kanë qytetarët e ndryshëm telefonojnë nëpër numri që është caktuar në policia bashkiake, ku çdo qytetar shpreh ankesa dhe problematikat, të cilat trajtohen në salla dhe orientohen shërbime në terren. Duke kryesisht çfarë problematikash kanë? Në përgjithësi salla operative, duke qenë se ka një numër të lartë ankesash, janë diku të rreth 120 apo edhe më shumë ankesa telefonata në ditë, të cilat trajtohen në salla operative. Kryesisht kanë të bëjnë me pjesën e vendet e rezervuara, pra e parkimeve. Vendet e rezervuar për parkimet,
ka kryesisht është përdorimi i hapësirave publike, pra zënia e hapësirave publike, ka dëmtimi i infrastrukturës, ndotja e mjedisit, si dhe ndotja akustike. Pra këto janë kryesisht ato më problematike. Shiko, more një shqetësim qytetar për problemet ju përmendët. Pra, flasim për problemin e parkimeve, flasim për problemet e ndërtimeve baleje, flasim për zhurma, flasim për problematika të ndryshme që ka. Çfarë veprimesh bën punojësi i sallës operative? Kë adreson? Kë çon për ta verifikuar në terren këtë gjë? Atëherë, në momentin që merret një telefonat nga një qytetar, ajo trajtohet duke kanalizuar te ato shërbimet, pra trajtohet njërë si ankesë dhe ndahet ajo drejtori përkatëse që është adresuar. Më pas i kalohet inspektorit të zonës, i cili e trajton dhe e shpërndan në shërbimin që ka më afër vendit ku ndodhet ankesa. Pra shkon një inspektor, nga momenti i komunikimit në sallën operative, shkon inspektori dhe bën verifikimin. Janë këmbësor, janë me automjet, Tirana shumë madhe, nuk e di se si në përgjithësi policia bashkiake është e pajisur me automjete. Domethënë pjesa më e madhe e shërbimeve janë të ndara në patrua dyshe, janë me automjet. Ka një shpërndarje gjatë territorit se Tirana është goxha e madhe. Patjetër. Dhe shkon patrulla me afërta inspektorit të zonës apo si? Çdo ditë në mëngjes bëhet organizimi dhe bëhet shpërndarja në të gjithë territorin e Tiranës. Domethënë në analizat që bëhen çdo muaj janë parë zonat më problematike dhe atje është fokusimi më i madh i shërbimeve. Domethënë që shërbimet janë më të aksesueshme dhe të veprojnë sa më shpejt për zgjidhjen e një ankesës. Situatës. Leonard, çfarë ndryshimi ka policia e shtetit, pra e qarkullimit rrugor dhe policia bashkiake e qarkullimit rrugor, sepse ka një ndryshim dhe çfarë diferencë ka, sepse sigurisht nuk ka të njëjtat kompetenca, por çfarë merret, me se merret policia e qarkullimit rrugor? Ju si inspektor, strukturat që janë, kryesisht çfarë detyresh ka? Atëherë, Drejtoria e qarkullimit rrugor, neni 12 i kodit rrugor ngarkon me përgjegjësi dhe kompetenca policinë bashkiake. Mbi këto vepron policia bashkiake, mbi këtë fushë. Dhe urdhëresat dhe vendimet e dala nga kryetari i bashkisë dhe nga këshilli bashkiak. Detyrat që kanë policia bashkiake në rrugë, krahasim me ato të qarkullimit rrugor, janë policia bashkiake operon, konstaton dhe merr masë administrative. Kurse policia e shtetit, në këtë rast qarkullimi rrugor, ka kontroll të plot, heton dhe procedon penalisht. A mund ta ndaloni çdo automjet që kalon në rrugë? Jo, nuk mund ta ndaloni. Pra, ju keni vetëm automjeti kur është në indaluar. Ne operojmë mbi automjetet që janë të parkuara, konkretisht. Mund të ndalojmë vetëm automjetet e transportit urban, autobusit, taksit. Ato që ka një urdhër ndoshta nga kryetari i bashkisë, cilët kanë oraret e hyrjes daljes brenda unazës dhe kemi kompetencë nenet përkatëse për kontrollet dhe zbatimit të licencave të këtyre mjeteve. Pa kjo është, pastaj merreni edhe me këto parkimin e makinave, po themi rezidentët dhe jo rezident, parkimet e gabuara, bllokimin e tyre, çfarë bëni ju ose kush janë kompetencat? Domethënë vendoset një gjob, bëhet identifikimi i mjetit, në vendet që nuk është e lejuar bëhet marrja nëpërmjet një karotresi. Këto janë veprimet që bëni? Po. Veprimet tona konsistojnë përveç konstatimeve që vetë agjentët verifikues konstatojnë në terren, kemi dhe ankesa që vijnë nga rrugë dhe drejtime ndryshme, siç janë salla operative, Tirana ime, bashkëqeverisja e tjera. Çdo ankesë që vjen trajtohet, verifikohet, shpërndahet nga inspektorit i përgjegjës i turnit, sipas zonave ku është ankesa, i shpërndahet shërbimit që ndodhet më afër, që është i planizuar në atë zonë. Shërbimi merr ankesën,
e trajton kryen procedurat ligjore, qofse është pjesë e kompetencave tona, vepron me masë administrative dhe kur është dhe gjykohet bëhet despostimi i mjeteve me karrotrec. Lidhur me kontrollin tek shkollat, sepse edhe shkollat kanë një problem shqetësues lidhur me parkimin, me lëvizjen e mjeteve, sidomos gjatë orarit hyrjes dhe daljes së fëmijëve nga shkollat. Ju jeni për kontrollin, bllokimin, ka një bllokim trafiku apo jo, apo ka vende të përcaktuara ku mund bëhet bllokimi i mjeteve për të rritur, themi, masën e sigurisë ndaj fëmijëve. Flas për shkollat fillore, për ata të cilët janë më problematike dhe ndjeshmëria. Se kemi parë gjithmonë gjyshër, prindër përdore, zbresin nga makina për t'i çuar, sepse ai meraku i prindit është krejt normal dhe i arsyeshëm. Kam parë që nëpër shkolla janë vendosur nga bashkia disa paravazë sigurie për të rritur sigurinë ndaj mjeteve, po prap problem shumë shqetësues është parkimi i automjeteve në afërsi të shkollave. Atëherë unë do ta filloja këtë çështje pak më herët. Që nga urdhresa e kryetarit 4593 për fashën orare 7-9, që të gjitha kategoritë e mjeteve ATP mos të hynë në qytetin e Tiranës, që t'i vim ndihmë objekteve arsimore që janë shkollat. Lëvizjen e fëmijëve. Dhe patjetër kemi shërbime edhe pranë shkollave, ke hyrje që merren me menaxhimin e trafikut dhe sistemimin e mjeteve aty ku duhet parkojnë gjatë këtij orari. Për sa i përket kontrollit të territorit, është një sektor apo drejtori? Sa është e shtrirë dhe deri ku i keni shtrirjen territoriale? Përfshihet vetëm qyteti i Tiranës, keni edhe komunat, sepse Tirana është zakonisht e madhe dhe ndryshimet her pas here që kanë bërë për sa i përket territorit sigurisht kanë rritur dhe fuqinë apo mundësinë e kontrollit nëpërmjet policisë bashkiake, e cila ka detyrat e saj. Po, për sa i përket kontroll territorit, policia bashkiake mbulon të gjithë territorin e Tiranës dhe komunat përreth. Atëherë çdo njësi administrative mbulohet nga një inspektor i policisë bashkiake. Pra kemi 11 mini bashki ose 11 qendra 14 janë 14 inspektor që monitorojnë se cili ka njësinë e vet, ka dhe shërbimet që ndihmëse të tij, që mund të jetë polici ose 2 policë ose patrullat. Atëherë çdo ankesë, çdo problematik, çdo protokoll ose portale që vinë, mirët nga inspektori i zonës dhe ndiqet gjerë në, domethënë në bazë të ligjit të policisë bashkiake dhe komunikohet me sallën që mund të transmetohet mund të jetë problematik që nuk e zgjidh për policia bashkiake, transmetohet për drejtori të tjera apo institucione të tjera. Ka bashkëpunim me policinë e shtetit? Absolutisht po, është shumë e frytshme, domethënë nëpërmjet korrespondencës që kemi ne nëpërmjet sallës operative, nëpërmjet portaleve e gjitha, domethënë policia bashkake operon gjithmonë me policinë e shtetit. Në cilat raste qytetari duhet telefonojë sallën operative ose policinë bashkiake dhe në cilat raste policinë e shtetit? Sepse normalisht jam thua alo policia dhe i bjen 129. Ideja është që çdo qytetar. Dhe disi përgjigjet e 129 merr policinë bashkiake. Ma jep një numër i thua, pastaj fillon historia. Patjetër, dhe një qytetar i thjesht, sado që nuk i di këto kompetencat, momenti i parë merr uniformën telefon, se mund të jetë problem përket policisë shtetit, ose mund të përkrahasë policisë bashkiake, ai uniformën do marrin telefon. Atëherë, po të jetë problemi që kemi një diçka për shembull punë sherrri, punë krimi ose aksidenti etj, normale që të vi policia e shtetit. Kurse për sa i përket nga ana administrative, probleme sociale të qytetit, zoni e rrugës, çarja e kanalit, problemet sociale që mund të kenë brenda pallateve, zona hapësire publike pra pallat, normale që mirëmi ne me policia bashkake. Tani portali do shtoja për çështjet administrative është policia bashkiake, ndërsa për çështjet penale është policia e shtetit.
Policia Bashkiake, struktura administrative e Bashkisë Tiranë. Ato çfarë bën Policia Bashkiake është kontakti drejt për drejt me qytetarin për ankesat që ka. Nuk bën hetim. Absolutisht. Nuk bën kontrole. Flasim kontrollin e hapësirë publike bën. Policia Bashkiake po nuk bën kontrollin e banesave, nuk bën kontrolle të tjera, pra janë të ndarë, nuk bën hetim, ka vetëm detyra administrative, të cilët janë ato çfarë tham, urdhri i kryetarit, urdhrat e Këshillit Bashkiak, problematikat e ndryshme të qytetarëve që ato i adresojnë ose nëpërmjet telefonit ose nëpërmjet portaleve, të cilët janë disa portale. Këto portale janë funksionale. Po, janë shumë funksionale, në rritjen e teknologjisë, sot qytetarët mund të, me një telefon të thjesht, me një aplikacion, mund të paraqesin ankesat e tyre, dhe në moment 24/7, dhe në momentin e marrjes së ankesës, qytetari merr sistemi automatikisht gjeneron një kod raportimi, të cilin me anë të kodi, qytetari gjurmon ankesën e tij në çfarë statusi ndodhet, po nuk banon aty. Në moment që vjen ankesa te Policia Bashkiake, jo nuk shpërndahet, i kthehet përgjigje qytetarit paraprake që ankesa është në shqyrtim e sipër, pastaj shpërndahet sipas drejtorisë, sipas problematikës që ka ankesa. Ka ankesa që janë për drejtorinë e qarkullimit, ka që janë për kontroll territorin, ka që ankesa që janë le të themi komplekse, sepse përmbajnë shumë më tepër se sa një institucion, edhe përgjigjja aty vonon. Vonon sepse duhet të unifikohet përgjigjja ndaj qytetarit. Ka pastaj nga ato që që mund zgjasen edhe disa orë, siç kemi për shembull mjetet që parkojnë në kursitë e autobusave, mjetet e transportit publik. Këto mjete, lidhe me këto, ne kemi një numër WhatsApp-i, që është numër lançuar për çështjet e qarkullimit rrugor, edhe patrulla me afër shkon aty dhe verifikon dhe merr masat, qoftë me karrotres, qoftë me masa administrative, qoftë me këshillim e tjerë, jo kësaj natyre. Po sa telefonata për shembull ose sa informacione kanë qenë në një vit, për shembull 2025? Okej, kam këtu dhëna nëse atëherë gjatë vitit 2025 kemi regjistruar online, pra do të themi herë, portalet që kemi, pra le të themi linjat, kanalet online që ne përdorim me qytetarët janë portali Tirana Ime, portali Hapësira Ime Publike, është platforma e bashkëqeverisjes, vinë me email tek info@tirana.al, vinë me email tek Policia Bashkiake @tirana.al. Pra vinë në disa forma. Vinë dhe shkarta zyrtare me protokoll. Atëherë, gjatë vitit 2025 kemi regjistruar 27.099 ankesa online në total. Po ta krahasojmë me vitin 2024, vetëm ankesat e portalit Tirana Ime, në vitin 2024 kanë qenë 5.520 ankesa. Të gjitha këto normalisht të zaruara, ndërsa në vitin 2025 kanë qenë 8.471 ankesa. Kjo rritje e numrit vjen si rrjedhoi shtimit të besimit të qytetarëve ndaj institucionit tonë. Në normalitet rreth 90% e ankesave drejtohen brenda 3-5 ditësh, po kemi një kategori ankesa që prekat dhe që parë që kërkojnë më tepër, janë më komplekse, ka problematika për shumë institucione, por duhet të them që gjatë fushatës për lirimin e hapësirës publike pat një fluks shtuar ankesash, edhe duhet gjej rastin të falenderoj qytetarit për mirëkuptimin e treguar ndaj vonesave që kemi pasur në kthimin e përgjigjeve në atë periudhë, të gjitha zaruar patjetër. Këto kanë kohën e tyre të reagimit, ju thatë që mbi bazën e problematikave dhe mbi bazën e kohës për cilën duhet të ketë një verifikim. Sepse thash rritja e besimit qytetarëve ndaj rasteve kur përgjigjet, po themi verifikimi problemit dhe vajtja e inspektorit dhe fillimi i zgjidhjes problemit, fillon të rrinë dhe besimin ndaj institucionit Policisë Bashkiake, sepse shumë e rëndësishme të ndërtojmë këtë lloj marrëdhënie. Ato që themi kur marrëdhënia midis qytetarit dhe policisë shtetit, kur themi alo policia, do të thotë që të komunikosh me institucionin, të mos bësh vetgjyqësi, e njëjta gjë mbetet që duhet të komunikoni me Policinë Bashkiake, me institucionet e zgjedhura për shtetin lokal, për të zgjidhur problematikat, sepse nuk është zgjidhje vetgjyqësia, konflikti, sepse ajo çfarë prodhon? Prodhon diçka më të rëndë dhe nuk zgjidh problemin, por e ndërlikon problemin. Shiko, ka një interes dhe pati goxha interes, ishte një iniciativë e kryeministrit të vendit lidhur me lirimin e hapësirave publike. Sigurisht që në disa zona të cilet janë publikuar edhe nëpërmjet statusit të tij, por edhe nëpërmjet statuseve të tjera të cilet janë, disa ambiente ishin okupuar. Dëshirimi i tyre sigurisht që
shikojmë që duket sikur ka një selektivitet. Pra diku e kanë hequr, diku nuk e kanë hequr. Kjo me siguri do kohën e vet, do verifikimin si veprohet dhe sa është pak a shumë çlirimi për këtë kohë i sipërfaqes të zonë publike, e cila vlen dhe është në interes është në shërbim të komunitetit. Po, në bazë të nismës së marrë nga kryeministri i Shqipërisë për lirimin e hapësirave publike, është bërë një punë kolosale e madhe. Domethënë e gjithë Tirana është në gjithë njësitë është në kuadrin e rikualifikimit të lirimit të këtyre hapësirave publike. Po punohet shumë mirë, duke bashkëvepruar të gjithë institucionet zinxhir të bashkisë, organet ligjzbatuese që veprojnë në për këtë zona. Të gjithë ato subjekte, objekte që kishin uzurpuar hapësirat publike, lulishtat, trotuaret e tjerë, po fillojnë të lirohen. Në një kohë, për momenti duket sikur, domethënë një prishet, një nuk prishet kjo në vend, po janë faza që institucionet të bashkisë ose dhe të inspektorateve të tjera bëjnë studimin e këtyre dokumentacionit, çfarë dokumenti ka ky objekt, çfarë s'ka, çfarë. Edhe së shpejti, domethënë do lirohen të gjithë hapësirat publike dhe do marri pamjen që i takon qytetit. Si sa mendohet të jetë ky proces, se me sa duket kryeministri tha gjatë 4 vjeçarit. Po ajo do vazhdoj, domethënë që në kohën që të lirohen të gjithë hapësirat në çdo cep të Tiranës, në çdo rrugë, në çdo komune të gjithë me radhë. Ju kontrolloni edhe tregjet apo jo? Kontrollojmë dhe tregjet të gjitha. Për shembull, rastet e tregjeve janë problematike për faktin që sigurisht ato kërkojnë menaxhim, se janë në menaxhim të Bashkisë Tiranës dhe sigurisht që kontrolli vjen nëpërmjet institucionit policisë bashkiake për të kontrolluar dhe për të menaxhuar tregjet. Rasti i tregut të uzinës Dinamo, rasti i zjarrit që era atje, apo rastet e tregjeve që janë ke tregu Çam. E këto tregje të cilët janë jo thjesht në kontrollin, por edhe në menaxhim, sepse mbi të gjitha janë shumë të rëndësishme masat parandaluese që duhet vinë ndaj zjarreve, ndaj fatkeqësive natyrore etj. Dhe sigurisht që nuk mund të jesh thjesht një punës policisë bashkiake, por do të jetë një lloj vendosje e tregjeve në vendet përshtatshme në mënyrë të tillë që të jenë edhe të menaxhuara, por dhe sigurisht kontrollohen nga pikpamja e kalimit apo jo të hapësirave që ato zenë, sepse ju merreni me hapësirat, ju merreni me ato të vendet që janë pa leje, por menaxhimi i tyre sigurisht është i rëndësishëm. Shiko, lidhur me qarkullimin rrugor, kemi parë shpeshherë në qytet që motora hynë korsitë e biçikletave. Dhe kjo është e frikshme, mendosh, ku aty kalojnë fëmijë, po themi me biçikleta, bashkë me prindrit, po nga njerë kalojnë dhe qytetarët me karroca, e gjenë me kollaj, sidomos nga rruga e Tavajës, që është në qendër, për shkak të trotuareve të cilat në zona. Si kontrolloni, po themi, korsitë e biçikletave dhe çfarë masash merren apo keni marrë? Atëherë, korsitë e biçikletave janë gjatë gjithë kohës në fokus në kontrollin e policisë bashkiake, drejtori i qarkullimit rrugor. Ne marrim masa. Pra e keni ju, jo thjesht policia e shtetit. Dhe policia e shtetit. Apo dhe policia e shtetit. Dhe policia e shtetit. Bashkërisht. Me policinë e shtetit kemi patur bashkëpunime shumë mira në lidhje me motorat që ecin motorat, motomjetet. Apo motorat, po, motomjetet. Që ecin në kursinë e biçikletave. Bashkarisht i kemi ndaluar, i kemi patë raste që i kemi këshilluar dhe kemi marrë dhe masat për katse për çdo rast që kemi konstatuar. Çfarë masash mund të marrë policia bashkiake ndaj një automjeti? Gjoba, bllokimi, masa administrative, deri në bllokim mjetit. Marrim masa për jo vetëm për motomjetet, po dhe mjetet, se ka dhe mjetet që parkojnë në korsinë e biçikletave, ka dhe motomjete që qëndrojnë, parkojnë domethënë jo në lëvizje, që nuk janë lëvizje, po qëndrojnë. Për gjitha këto raste ne marrim masa.
Edhe po t'jap një shifër për vitin 2025 që në korsitë e bicikletave janë konstatuar dhe janë marrë 9.693 masa. Për sa kohë? Për vitin 2025. 9.600. Dhe ky është fenomen që vazhdon të jetë për ditë ndeshemi ose her pas here ndeshemi me një fenomen të tillë kur trafiku është i zënë e gjen si një çfryrje, ecën edhe me shpejtësi që mos i kapi punojësi i policisë bashkiake ose policisë shtetit, po kthehet në një burim të rrezikshëm. Por ata njerëz të cilët padashje kalojnë në një moment duke menduar që është rruga e tyre. Dhe një tjetër problem që mendoj, ndoshta me siguri është e juaja, në disa rrugë, siç është rruga Kavajës, vendosen dhe tabelat, vendosen ato që quhen reklama. Dhe këto reklama sigurisht që kur tjetri do të kalojë nuk është në gjendje të kontrollojë as bicikletën, as mjetet të tjera që kalojnë, dhe mund të bëhet rrezik për ta. Pas pak kalojmë në një publicitet dhe kthehemi pas pak. U kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguria në Fokus. Vazhdojmë të jemi në panel me 4 të ftuar nga Policia Bashkiake të disa funksioneve dhe po trajtojmë patjetër probleme të cilët edhe për publikun paraqesin interes të veçantë. Kisha një pyetje të veçantë përsëri vit tek shkollat, sepse ndjeshmëria publike tek fëmijët për çdo qytetar shqiptar, fëmia është presidenti i Republikës. Aty duan sigurinë më të madhe, sepse njerëzit shkojnë punë, kanë halle, kanë probleme, po të paktën në shkollë të kenë sigurinë, por njëkohësisht edhe të shkojnë të marrin mësimin dhe të ketë mësim dhënien. Për shkollat, transporti është një problem kryesor. Do të merremi për transportin. Po flasim për këtë kontrolli. Për shembull, kush i kontrollon ata ambulantët që vinë? Sepse kur unë kam folur dhe kur ne kemi folur, mediat kanë folur lidhur me perimetrin e sigurisë, perimetri i sigurisë kanë qenë një sër problemesh. Pra, kush është perimetri i sigurisë, duke u futur edhe ke siguria ushqimore. Pra, ato ambulant, petulla apo produkte të cilët janë pa kontrolluar, fëmia e merr, atëherë roli i policisë bashkiake në këtë rast. Po. Atëherë çdo fillim viti shkollor, policia bashkiake bën një plan masash të detajuar për të gjithë shkollat publike të Tiranës, që i monterojnë për sigurinë, mirëmbajtjen dhe kalimin e lirë të fëmijëve nga mjeti i transportit për në shkollë. Kjo është në kuadër, domethënë, duket që çdo mëngjes shërbimet tona janë pranë shkollave, që janë krijuar vije të bardha, që kufizohet shpejtësia e lëvizjes së makinave. Fëmijët të kalojnë të lirshëm, të futen në orarin 7 me 8. Pastaj aty brenda shkollat kanë ato oficerin e sigurisë. Brenda e gjitha. Kjo është një nismë që ka marrë para shumë vitesh Ministria e Rendit, sa më mend është shkollat e sigurta, që krijuan një bashkëpunim të gjithë institucioneve, Shëmakuja, Policia e Shtetit, Instituti Shtetëror Shëndetësor edhe Policia Bashkake, për sigurimin e të perimetrit sigurisë të shkollës, por edhe një gjë e ndjeshme që ishte për shkollë ishte edhe shërbimi ambulator që afrohen pranë shkollës. Është absolutisht e palejueshme që nuk lejohet që të shërbehet ushqim nga jashtë nga ambulantët, ose dhurata, ose si shpatëm rastin e fryrës së tollombaceve nga dioksidi. Sa bashkëpunoni me policinë, me drejtorinë e arsimit? Atëherë, unë për shembull në zonën time kam të kontakt me gjithë drejtorët e shkollave, me pedagogët, me stafin pedagogjik e gjithë. Për çdo gjë, maj kontakt, dhe ne kontrollojmë çdo ditë të gjithë territorin e këtyre shkollave. Plus që ndihmojmë fëmijët për të kaluar rrugës dhe sidomos në oraret e pushimit 9:30 me 10, që është pushimi që bëjnë fëmijët, kontrollojmë perimetrin e shkollave që mos të ndodhi ky fenomen të shitëm ushqime që mund të marrin fëmijë, për shembull petulla, çokoladë etj. Absolutisht jo. Në rast se konstatohen, bllokohen, i marrë sipas ligjit kompetencat e policisë bashkake, njësisht njoftojmë dhe AMK-n, Instituti i Shëndetit Publik, që bën shikimin e këtij produkti, se mund të jetë dhe helmus për fëmijët.
Besoj që janë edhe prindrit që vinë, që sjellin fëmijët për shkollë dhe gjyshi ta gjithë me radhë, kemi një falënderim nga ato për këtë gjë. Leonard, kur flasim prapë për shkollën, vim dhe tek transporti i fëmijëve. Po të shikojmë kushdo që del jashtë, vënë re që vendet e Bashkimit Evropian, po edhe shumë vende tjera, kanë transportin e dedikuar. Pra, janë furgonet me ngjyrë të verdh, të shkruajtur skole bas, dhe kanë stacionet e qëndrimit në qytet. Pra, nuk mund të ndalojnë në çdo vend ai që bën transportin e fëmijëve. Ky është një transport i centralizuar, pavarësisht se është privat, licencohet nga ju, kush e licencon, kush i kontrollon, dhe kur ndalojnë tek shkolla, kanë vendet e dedikuara apo kush shkojë të zë një vend. Unë për shembull t'jap një rast, përballë kam vajtur për të bërë një intervistë me një grup operatorësh dhe kemi parë që ankesa që kishin ata ishte që ne kemi përndaluar vim kush të zëjë vendin dhe gjobitemi ato. Sepse nuk kam vend ku mund do të qëndroj dhe më shumë më shkon për të paguar gjobën se sa të pres fëmijët. Tani ky transport nga kush licencohet? Apo kushdo mund të ketë një automjet dhe të bëjë transport në fëmijë? Atëherë, licencimin e këtyre kategorive të mjeteve e bën Drejtoria e Transportit pranë Bashkisë Tiranës, në varësi të Bashkisë Tiranës. Pra e ka Bashkia e Tiranës. Po, ka Bashkia e Tiranës. Kontrollin e këtyre licencave e bën Policia Bashkiake dhe Policia e Shtetit. Kemi pasur bashkëpunim dhe për këto raste, kemi ngritur grupe përbashkëta duke kontrolluar këto licenca, zbatimin me përpikmëri të tyre dhe kushtet që kanë licencat. Që konsistojnë te vendit e nxënësve, që mos të kenë nxënës jashtë vendeve të përcaktuara, që ka mjeti, dhe për sa i përket vendeve të qëndrimit të këtyre mjeteve. Ka disa shkolla që kanë hapësira dhe e rregullojnë me sinjalistik vendqëndrimin e këtyre mjeteve. Siç është rasti te Muhamet Gjëllesha, shkolla Sabauddin Gabrani. Sabauddin Gabrani është një zonë e dukshme ajo dhe është goxha problematike. Aty ka një tabel që domethënë sinjalistik rrugore që rregullon me një orar të përcaktuar që mjeti vjen lë fëmijët në orën 7:30 deri në orën 8 dhe lëvizin nga ajo zonë dhe rikthehen pastaj në orën 11:30 me 12. Po nëse ka mbi kapacitet, dy probleme. Mbi kapacitet që më tregojnë që ka mbi kapacitet, pra nëse ka 10 mban 20, nëse ka 20 mban 30, dhe dyta mban xhama të zi, një pjesë mban xhama të zi. Duhet i kenë xhama të zi, sepse unë duhet ta shikoj çfarë ndodh me fëmijët, unë qytetari. Unë punoj si policis. Kushdo që është në rrugë sepse ka të bëjë me transportin, nuk e di ç'ndodh brenda atij furgoni. Duhet të jenë me xhama të zi sepse duhet të jenë përcaktuara. E keni ju këtë kontroll apo e ka policia? Jo, nuk e kemi ne. Kontrollin për xhamat e zi e ka Policia e Shtetit. Është kompetencë e tyre. Kontrollin për mbi kapacitet e keni ju apo Policia e Shtetit? Policia e Shtetit. E ka pra Policia e Shtetit. Pra ju keni vetëm, po themi, atë... Ne verifikojmë licencën që është lëshuar nga drejtoria që është në varësi të Bashkisë Tiranës. Ka kritere për një licencë të tillë se ka ndjeshmëri ku flasin për fëmijë? Patjetër që ka kritere. Duhet mjeti që të jetë i përshtatshëm për këtë shërbim. Ka vendosje ngjyre që të jenë të unifikuar apo jo? Se për shembull po të shikosh shërbimi taksi është i stabilizuar. Ka një ngjyrë të caktuar, ka shenjën e Bashkisë Tiranës, tregon që është një shërbim i kontrolluar sikurse janë dhe në vende të tjera. Edhe transporti i fëmijëve, pavarësisht se është privat, sepse privat është ai që ka shërbimin taksi. Por a mund të jetë dhe ky i normuar, i rregulluar, që të mos shkojë çdo mjet themi është transporti i fëmijëve, se duhet ta dish cili është edhe cili nuk është i licencuar, se nuk e dallon dot. Atër licencat që lëshon Drejtoria e Transportit janë licenca të specializuara që janë për shërbimin e transportit nxënësve dhe për shërbimin e transportit të punëtorëve.
Domethënë, kjo licencë që lëshon Drejtoria e Transportit të Tiranës ka dy funksione. Dhe transport nxënësish dhe transport punëtorësh, që nënkupton që ngjyra e mjetit nuk është kusht. Kthehemi tek përsëri ky kontrolli. Po. Flasim për administratorët e pallateve. Kush i licencon? Sepse administratori është shumë e rëndësishëm, ka të bëjë edhe me menaxhimin, ka të bëjë me problematikat, ka të bëjë me konfliktet, ka të bëjë me ndërtimet apo jo. Në një farë mënyrë ai që licencohet duhet të jetë edhe një lloj informacioni ose duhet të ketë një lloj kriteri. Jo kushdo mund të jetë. Unë e di që shumë vende e bëjnë 50% plus 1 banorë vendosin kush mund të jetë administratori. Por administratori duhet të kenë një licencë, jo çdo njeri duhet të ketë një NIP, duhet të jetë regjistruar në mënyrë të tillë të ushtrojë këtë lloj aktiviteti. Po, zgjedhja e këtyre administratorëve është në bazë të ligjit 55/2025 të menaxhimit të objektet bashkëpunësit të ndërtesave. Atëherë, qëllimi i këtij ligji është të stabilizojë, të krijojë një ekuilibër besues, transparent, të qëndrueshëm, eficient, ndërmjet atij që menaxhon ambientet bashkëpunësit të ndërtesës dhe pronës që mund të kenë qytetarët në këtë objekt. Domethënë, ato lek, ato taks që ai pagun ky qytetari, domethënë për këto ambiente bashkëpunësi, për ambiente bashkëpunësi të detyrueshme. Domethënë, një ndërtesë ka ambiente bashkëpunësi të detyrueshme. Domethënë, janë koridorët, janë shkallët, janë terracet e gjitha. Dhe ato taksë ai paguaj qytetarit të jetë transparent për çfarë po shkon, për çfarë po bëhet, varësi të pronës dhe të bashkëpronarëve. Atëherë, për administratorët, licencohen pranë Bashkisë Tiranës, regjistrohen në librin e licencimit të administrimit të ambientit bashkëpunësi. Brenda këtij ligji, domethënë të 55/2025-s, dhe në bazë të akteve ligjore të tij. Këto që trajnohen pajisen me certifikat administrimi dhe janë të detyruar, domethënë që të menaxhojnë ambientin bashkëpunësi të një kompleksi, domethënë kemi administrator privat, kemi edhe kompani që administrojnë grup pallatesh. A keni kompetencë ju që të bëni verifikimin e dikujt që ka marrë një ambient me qira? Tirana ka njësër problemesh, sikurse edhe shumë vende, por kryesisht Tirana. Për shembull eskorta marrin ambiente me qira dhe janë kthyer një problem shqetësues për vetë banorët. Njerëz të cilët i marrin dhe i përdorin për të bërë pasaporta false ose për të bërë shtëpibari, ose i kanë marrë dhe për të përdorur për aktivitete jashtëligjshme. Atëherë kur them kontrolli i territorit, për shembull po marrim shembull të Vendit Bashkimit Evropian. Në Itali është kështu. Nëse ju merrni një ambient me qira, ose keni blerë një shtëpi, bëhet njoftimi në bashki, ti njofton adresën, do të vi një punojës i policisë bashkiake, do të kesh vendosur emrin tek citofoni ose tek dera dhe duhet i bizitet për të verifikuar je apo nuk je, apo e ke marrë në mënyrë fiktive. Kështu një farë mënyrë në rrisim dhe kontrollin e territorit. Atëherë, do të thotë, akti i bashkëpunësisë përcaktohet që në fillim. Po e lëm bashkëpunësinë, po bashkëpunësinë domethënë përcaktohet nga zhvilluesi i pronës. Domethënë, ky pallat është për banorët, është banesë për të jetuar. Ky kat është për njësi administrative. Ky kat poshtë është si shpjegohet janë bë B&B të gjitha? B&B. Dentist për shembull pallat. Janë shërbime shumë delikate. Për shembull dikush ta bëhesh pa imagjinuar të shkosh në pallat, të kem dentist sot, larg qoftë i halli problem, çandime do mjepet. Në rast se unë mund të kem u përdor një mjet qetësues, më krijoj një reakcion, problemet që mund të kenë, pra po flasim për këtë lloj situate që atëre këto kontrollet e këtyre aktiviteteve të tyre ndërhyn drejtoria e taksave, që kontrollon licencat e të gjithë, domethënë kanë ato një drejtori që kontrollon të gjithë këto ambientet. Ne menaxhojmë, domethënë që bashkëpunojmë me anë ambientet bashkëpunësit të qytetarëve. Vjen ankesa në sallën operative probleme të tilla apo në platformën lidhur me shqetësimet e banorëve, sepse unë kam pasur në një studi një person që punon në një institucion të rëndësishëm të shtetit, edhe më tha unë kam bërë dhe denoncim, sepse ka ndodhur thotë që në pallat
personi që krijon probleme, ose duke e dhënë për ato aktivitete palishme, edhe ndritare thotë, e shohin dhe fëmijët bëjnë veprime të turpshme thotë, duke qenë në një zonë banorë. Në tilla raste kemi bërë vepra penale, me këto drejtohen policisë shtetit, pasi janë vepra penale. Dhe nuk policia bashkëkore nuk ka kompetencë legjore për durim punë private. Po njoftime vinë në këtë dhe patjetër se ju e adresoni. Po ne dhe njoftojmë, orientojmë dhe ankuesin, patjetër. Pra edhe kur ka ankesë e adresoni. Të ngjashme, të cilat janë adresuar te institucionet përkatëse, pra në moment që një ankesë nuk është kompetenca e institucionit tonë, atëherë ne në bashkëpunim me ndërmarrjet e tjera apo me institucionet e tjera apo me policinë e shtetit, janë adresuar sipas rastit dhe llojit të ankesës. Policia bashkëkore nuk mund të hyjë në kompetencë për të hyjë në pronë private. Për ta zgjidhur një problematikë apo një ankesë, atëherë është adresuar, nuk është lënë pa adresim. Nga të gjitha rastet që merren nga policia bashkëkore, të gjitha adresohen në institucionet përkatëse, qoftë policia e shtetit ose të gjitha ndërmarrjet varësi që janë në Bashkia e Tiranës. Çdo gjë adresohet dhe bëhet zgjidhje për çdo problematikë. Sa është në gjendje salla operative ose drejtuesi sallës operative ti menaxhoj forcat në terren? Si mund t'i kontrolloj prezencën ku ndodhen? Çfarë si komunikoni me celular, me radio, me GPS-e? Ka kohë reale lëvizje e patrullës apo shërbime për të kontrolluar në sallës për të qenë në eficiencë shërbimet tuaja? Atëherë njëra mënyrat e kontrollit të shërbimeve që ndodhen në terren është të gjitha mjetet e policisë bashkëkore janë të pajisura me sistemin GPS. Pra që do të thotë që pra janë automjetet. Të gjitha automjetet janë të pajisur me sistemin GPS. Do të thënë, ne e shikojmë në kohë reale se ku ndodhet shërbimi dhe ne adresojmë në ankesën apo në problematikën shërbimi që ndodhet më afër. Do të thonë që ta ulim pjesën e kohës për të vajtur deri te ankesa. Në të kjo nga ka lehtësuar shumë, kjo pjesa e GPS-it nga ka lehtësuar shumë. Mënyrë tjetër është komunikimi me radio, pra në moment që jepet në sallë operative një ankesë, të gjitha shërbimet e dëgjojnë ata ankesë problematika dhe shërbimi që ndodhet më afër, nëpërmjet inspektorit të terrenit, përgjigjet dhe kalon me njëherë te problematika sipas rastit. Mënyrë tjetër është telefoni. Në përmjet telefonit, grupe, WhatsApp-it që të përdoren për t'i lehtësuar sa më shumë, të gjithë të jenë në kohë reale dhe të jenë në dieni për çdo problematikë, të japin sa më shpejt zgjidhje situatave. Këto janë format. Kamerat që janë në qytet, kush i menaxhon? Kush i kontrollon? Policia e shtetit apo policia bashkëkore? Kamerat, disa kamera me fjalë janë të vendosura në Bashkia e Tiranës. Dhe është një drejtori specifike, jo nga policia bashkëkore, është një drejtori të transporti rrugor, të transporti rrugor pranë Bashkisë Tiranës. Në varësi të Bashkisë Tiranës. Në varësi të Bashkisë, por jo nga policia bashkëkore. Do të thënë është drejtori më vete që monitoron gjitha kamerat, semaforat, me fjalë çdo gjë është e monitoruar. Ato regjistrojnë rastet e futjes shkeljes së semaforit, bëhet regjistrimi sepse disa kamera për të qenë eficiencë në moment që semafori është ndezur me të kuqe, regjistron çdo automjet që kalon dhe thyrë semaforit. Patjetër që ato regjistrojnë dhe me një kërkesë policisë shtetit, nëse kamera është e vendosur në Bashkia e Tiranës, me një kërkesë policisë shtetit, ajo vjen në dispozicion të policisë shtetit, domethënë edhe për ngjarjen apo për veprimtarinë që është kërkohet në. Pra është një bashkëpunim midis policisë shtetit dhe Bashkisë Tiranës. Ka në legjizlatuese, domethënë që. Shiko, unë e vlerësoj sinqerisht edhe si profesionist të lloj performance të ndryshuar nga Policia Bashkëkore e Tiranës, madje gjej momentin për të thënë që drejtohet nga një grua, Elona Lalej, që vjen me një karrierë nga Policia e Shtetit, e cila është një zonjë e cila me integritetin e saj sigurisht i ka dhënë edhe ato lloj performance që vjen dhe rritet e Policisë Bashkëkore e Tiranës. U bë një punë e mirë, ne kemi parë që gjatë gjithë kohës Unaza e vogël e Tiranës, pra janë 3 Unaza, Unaza A që është për rreth muzeut komercial është ndërprer, Unaza që e trashëguam nga 90-ta dhe Unazat e tjera. Po Unaza rruga Muhamet Gjollesha e tjerë ka qenë vendi i ndalimit makinave. Merre, shitet thotë, leje makinën me 3 muaj, me 4 muaj. Çfarë bëhet me këto mjete? Sigurisht nuk po shikoj më, por nuk do të thotë se nuk janë të tilla. Me mjetet e braktisura. Si operohet?
kush i ka, kush i Atëherë mbulon. mjetet e braktisura ndiqen nga gjithë shërbimet e policisë bashkiake, ne që jemi në terren. Këto mjete për shembull mund të jenë braktisur nëpër lagje ose nëpër periferira atyre që kanë zënë këto hapësirë publike. Çdo shërbim që konstaton njoftohet shërbimet tona, ne bëjmë një njoftim afat 30 ditor, duke shoqëruar me një sticker. Duke vendosur te xhami, mjeti pa targ filan fisteku, ke afat 30 ditor për ta larguar. Në rast të kundër se nuk heqet, atëherë shërbimet e qarkullimit tonë e marrin në kontroll dhe shkojnë në pikë bllokimit. Gjithatë. Kjo ka dhënë një efekt shumë të mirë, se shohim që edhe qytetarët na falenderojnë që po largohen të gjithë makinat të braktisura, të prishura, të djegura, që ishin nëpër lagje. Çdo qytetari në moment që zbret dhe shkon për të marrë makinë dhe gjen një gjobë, nuk i vjen mirë. Biles thonë që policia bashkiake bën Na gjobë. mbyti me gjobë. Na mbyti me gjobë. E parë në dy plane. Si qytetar sigurisht nuk më vjen mirë. E parë si ekspert sigurie, sigurisht që nuk mund të jetë vetëm gjoba, por duhet të ketë një kombinim masash për të gjetur një zgjedhje, sepse edhe qytetarët nuk kanë ku i lënë mjetet e tyre. Sigurisht është bërë e tmerrshme, të mendosh, sepse askush nuk mendon në rastin kur ka zjarr, fatkeqësisht një automjet e shërbimit trafikut bëhet shumë i vështirë për të furur. Në rastin kur ka një ambulancë nuk vjen dot për të hyrë, për të marrë një çmuar ose për shërbyer ndaj një personi që është në nevojë. Pra gjitha këto se mund të ndodhin një fatkeqësi natyrore. Gjitha këto patjetër që duhet krijohen. Por sigurisht që nuk i takon policisë bashkiake, i takon vizionit të bashkisë, të kryetarëve të bashkive ndër vite, dhe të atyre kryetarëve që do të vinë në vizionin e një Shqipërie 2050, çfarë do të bëjmë se sfida e parkimit në toksor është një sfidë e madhe. Duke filluar që nga transporti definitiv në toksor, që nga hapësirat që nëse do të zbrazen, do të lirohen, të mos mendojmë vetëm për lulishte, po të mendojmë edhe për parkimin në toksore. Në çdo 100 qendra njësi banimi duhet mendohet edhe për ndërtimet të ngritura për parkim vertikal, sepse në të kundër ne nuk do ta zgjidhim këtë problem dhe vetëm e gjë do të bëhet gjoba, qytetari shan mërzitet, ju më lidhni buxhet dhe ashtu, por problemi prapë mbetet sepse pavarësisht se unë pagova gjobën, nëse do ju zjarr fikse prapë të njëjtin problem. Kështu që kjo është një sfidë për sa i përket kontrollit, menaxhimit, por në radh parë vizionit, çfarë do të bëjmë me Tiranën, e cila po vjen dhe po ngrihet vertikalisht, dhe kjo ngritje vertikale patjetër po krijon pafundësisht probleme dhe problematika për qytetarët e këtij vendi. Por në rastet kur ka dëmtime të rrjetit hidrik, policia bashkiake merret apo jo? Ose ndërhyrje të cilët dëmtojnë rrugën, hapin kabullet natën, hapin ato vendosjen në të palishme të tubave apo të lidhjeve, bën pallatin për shembull, natën bën lidhjen dhe ku e çon po me të njëjtën, pra janë dëmtime të infrastrukturës. Këto merrni ju apo edhe këto i delegoni policisë? Atëherë, unë që jam në zonë, në terren, që kam monitoruar gjithë zonën, konstatoj këto problemet, për shembull mund të kemi një çarje rruge, mund të kemi dëmtim trotuarit, mund të kemi një prerje peme. Atëherë moment e konstatojmë, njoftojmë në sallë operative për verifikim të teshme, të thënë ka dokumentacion, s'ka dokumentacion, kush e ka bërë, se si ka bërë, që të ndërpresim të dëmtimin kësaj hapësirës publike. Bëhet lidhje me institucionet e tjera. Po, me lidhje ne marrim masa ndaj tyre në flagrancë kur ka bërë ose po, në moment që për shembull unë shoh një person që po çan një trotuar, zotërisë e kaloi, mirë je. A ka mundësi ke një dokument që po bëm për këtë punë? Ja dhe lëkëndetorisë. Atëherë, ka një leje pasëm nga drejtoria rrugëve, komunikoj me sallën operative, sa operative, pyet drejtorinë për kace. Filan Fistekut i ke dhënë një diçka të tillë për kryepunimet? Për shembull siç janë to hapja e trotuarit që vijnë në internetet. Gjithmonë monitorohen ne ose kur hapen pusetat. Gjithmonë dokumentin a ke leje për veprime të tilla. Domethënë çdo veprim, çdo gjë që bëhet në terren, ne e monitorojmë dhe e transmetojmë direkt. Ka qenë një iniciativë e kryetarit të Bashkisë Tiranës për të sistemuar kabllot, të cilët janë bërë si mirimanga nëpër pallatën. Mirë strukturat e reja, pak a shumë i ndërtojmë,
por vazhdon të jetë, sepse Tirana është e gjitha për të bërë, por jo e gjithë Tirana do të bëhet. Dhe ky është një problem i madh sepse përveç asaj mirimangës, asaj pamjes shumtuar, ata janë të burim rreziku për zjarre, mas, korrenti e tjerë, se është ndërthurur interneti, telefoni, është ndërthurur energjia elektrike, për janë ndërthurur të gjitha. Vazhdon kjo iniciativë apo është ndërprerë dhe çfarë bëni ju si polici bashkiake? Referoni, ndiqni, shikoni? Atëherë ne kemi pas raste, se po flas para kolegëve, kemi pas raste ankese qytetare për këto kablot e internetit që janë për fasadat e murave atje. Dhe jemi detyruar, kemi lënë ato a kontrollit, nëpërmjet sallës apo kemi komunikuar me kompanitë X, kompani X tjetër, merr një mas, disiplinoje, kanalizoje. Domethënë këto janë të pallatet e vjetra dhe lagjet tu, kurse këto pallatet e reja, me sa di unë, janë të kanalizuara, mirë të organizuar, me kutit, me të gjitha, që ja shpërndajnë dhe banesa dhe të gjitha. Jemi gati në fund të emisionit, por edhe një gjë më shumë humane, po sigurisht edhe përgjegjësi qytetare. Ne jemi gjithë prindër dhe nuk ndjemi një lloj keqardhje kur shikojmë në qytet fëmijë të vegjël që lypin nëpër semafor. Ndalojnë tek makinat, ndalojnë tek semaforët dhe një rast ishte një fëmijë që humbi jetën, sepse personi që i dha lëmoshën ul për ta marrë, nuk e pa dhe humbi jetën. Çfarë bëhet dhe çfarë roli ka? Ne kemi pas raste në qendër, në bulevard, që lypshin fëmijët nëpër semafore. Atëherë policia bashkiake, gjithë shërbimet tona, e kanë lokalizuar dhe kanë komunikuar me shërbimet sociale. Shërbimet sociale mirën e marrin, e çojnë pranë godinës së shërbimit sociale, e lajnë, e veshin, e ushqejnë, e gjithë me radhë. Është një punë kolosale që ka bërë Bashkia e Tiranës për këto, për fëmijët në nevojë ose këto që shtreset e varfra e gjithë. U përgatitet një projekt ligj, është hedhur për konsult, po si gjithmonë që projekt ligjet dhe ligjet nuk arrin të kenë kurrë një oponencë ose të kenë një këshillim publik. Kalojnë kështu në heshtje. Dhe flitet në këtë lloj projekt ligj për të kaluar varësia e policisë bashkiake, pra me një drejtor të përgjithshëm në shkallë republike dhe pastaj ndarja e tyre sipas qarqeve. Sipas këndvështrimit tim, duket diçka e nxituar dhe jo e maturuar, për faktin që i bie të kenë disa lloj varësish dhe përplasje. Sepse varet nga drejtori i përgjithshëm, ndërkohë që kemi një decentralizim pushtetit lokal dhe është në funksion dhe duhet të jetë në funksion të kryetarit të bashkisë. Kryetari i bashkisë së Romës për shembull ka peshë të fortë. Kryetari i bashkisë New York ka tjetër peshë, është si kryeministër. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto mekanizma, siç është edhe policia bashkiake, po dhe shërbimet të tjera, duhet të jenë në funksion dhe vetëm të kryetarit të bashkisë të një qyteti, sepse do të kontrollosh urdhrat dhe vendimet si të Këshillit Bashkiak, ashtu edhe të kryetarit të bashkisë dhe kontrolli i territorit patjetër i takon kryetarit të bashkisë. Nuk e kisha për ta ndarë me ju, e ndava me publikun, por me ju do të ndaja me që jemi në fund. A mendoni që kontrollin e trafikut do ta ketë policia bashkiake? Sepse e ka Roma, e ka Parisi, e kanë të gjitha kryeqytetet e botës. Patjetër, madje edhe teknologji të shtuar inteligjente për kontrollin e trafikut, si dhe hapësirë republike. Aty ku njerëzit mundohen që vënë me tregonca metalik për vlerësim e parkimit. Dhe kjo gjë, sepse ne dimë që Tirana është zgjerim të vazhdueshëm urban, shtim popullsie, shtim mjet makinash, edhe kjo rrindjesh kërkesën e strukturave të rendit vendor që jemi dhe ne pjesë e saj. Unë them teqet dorë në disa detyra policia e shtetit. Nuk shmanget nga detyrimi që ka, është në ndihmë, por ama në kontrollin e trafikut, semaforët e tjerë duhet i ketë. Mbani armë juve? Jo, policia bashkiake nuk ka. Po ka policia private, s'ka policia bashkiake. Policia private ka, sepse policia private mund të ketë detyra të tipit që kontrollon ruajtje objektesh. Po edhe ju keni ruajtje objektesh? Po kemi. Ne kemi ruajtje objektesh. Po ata që ruajnë objekte mbajnë armë? Nuk bajnë armë sepse jemi struktura administrative e Bashkisë Tiranë. Ja, pra që debate janë, sa herë që flasim dhe diskutojmë, gjithmonë na dëgjojnë dhe na monitorojnë. Dhe mendojmë që nëpërmjet këtyre debateve, këtyre diskutimeve, hedhim gjithmonë dhe marrim ide dhe kështu siç flasim në një panel
jo në një emision, për në një emision e tillë është dhe vetë, po themi dhe shoqëria, ka nevojë, se në shoqëri ka profesionistë dhe njerëz të cilët vërtet mund të ndihmojnë për të bërë disa gjëra më të mira që i vlen qoftë qeverisjes qendrore, qoftë dhe qeverisjes lokale, se në fundit një qytet me rregulla duhet të jetë, se në të kundërt pastaj ne do të kishim një anomali. Erdhëm në fund të emisionit të nderuar shikues. Pata kënaqësinë sot isha me 4 të ftuar. Leonard Dursi, faleminderit. Piro Zoga, faleminderit. Ervin Goga, faleminderit. Wilson Adriatiku, faleminderit. Faleminderit ju për ftesën.